Jemi rikthyer në studio në pjesën e dytë, do ndalemi pak më gjatë, ose më specifikisht tek 5 kërkesat e protestuesve të artikuluara ditën e djeshme. Po do ta nis pjesën e dytë me Auron Taren, të cilin e kam në një lidhje online. Auron, të përshëndes. Nuk e dija nëse doja dilje dot që të lidheshe me ne sot, ndaj dhe së të prezantova në nisjet e emisionit, por Auron, ne e diskutuam pak në pjesën e parë, atë që ka ndodhur ditën e sotme. Ti ke bërë një shkrim të gjatë në rrjetet e tua sociale për Dritan Goxhajn, për figurën e tij, teatrit të tij, faktin që ka qenë në UÇK, të pash madje që kishe komentuar edhe tek statusit e Aulant Ballës për Dritan Goxhaj. Dhe i shkruaje madje që unë nuk reagoj në për statuse, por dy fjalë po t'i them për të. Tani e para pse një herë e pet nevojshme këtë? Si e pe këtë debat që është zhvilluar ditën e sotme? Pra, në vend që të merren me kërkesat, pse Rama, Balla dhe gjithë të tjerët e kanë futur këtë diskutim në ullit e agjenturave, Tiranit e tjerë? Shiko, do të thënë që zoti Rama është një mjeshtër i debatit publik dhe për vite me radhë, dikur kur nuk ishte në këtë pozicion, kishte një pent jashtëzakonshme në debatet që ai bënte. Dhe këto debate i ktheu tashmë në rolin e një drejtuesi të lartë. Pikërisht për të shmangur vëmendjen e çështjeve kryesore. Pra, për të shmangur 5 pikat, do të merret me Dritan Goxhajn. Në fakt, unë kam reaguar dhe ka qenë një emisioni juaj dikur që kam reaguar për Dritanin, cilën duhet thënë që vetëm një herë kam takuar në jetë, pra nuk kam absolutisht asnjë lloj shoqërie me të, për të më kuptuar. Por atë që di për Dritanin dhe për babain e tij që ka qenë pedagog në shkollën e bashkuar ku nga mbaruar studimet, të dy bashk si rrallë herë, edhe nëna e tij edhe motra kanë qenë në Kosovë në atë kohë dhe kanë qenë të dedikuar dhe të përkushtuar për një çështje kaq të madhe si çështja e Kosovës. Dhe duhet thënë që mbas këtij angazhimi të madh, të dy nuk janë parë mirë nga qeveritë si socialiste, si dhe demokrate. Pra, dhe mua më ka irrituar shumë fakti që në Shqipëri apo politika shqiptare në përgjithësi, në gjithë vazhdën tonë historike, për njerëzit që sakrifikojnë dhe japin për vendin, në përgjithësi sillen keq. Pra, shikoni për shembull edhe marr shkas nga ajo biseda që kemi bërë përpara për Dritanin, çfarë bën Greqia për një zotëri 100% shqiptar që vetë deklarohet grek, siç është Beleri. Beleri, po. Çfarë bën Greqia për Belerin? Që është shqiptar, që i shërben interesave të Greqisë. Dhe ne shikoj që bëjmë me Goxhajn. Pra unë Dritanin e kam parë si një shembull, si një model se sa jo korrekte është politika jonë ndaj figurave të njerëzve, të cilët në një mënyrë modeste kanë kontribuar sadopak, aq sa kanë kontribuar për çështjen e Shqipërisë. Dhe për këtë arsye unë reagova shkruaj sigurisht. Dhe më vjen shumë keq që vazhdon si kryeministri, si njerëz të tjerë, edhe disa ministra kanë publikuar gjëra të pavërteta për Goxhajn dhe mendoj që është një autogol i madh për ta, sepse ai njihet mirë nga shumë njerëz të cilët kanë qenë të përfshirë në ngjarjet e Kosovës. Pra, nuk është e drejtë, mendoj unë, që një njeri i cili del, flet me drejtën e tij, me fjalën e lirë, sulmohet në mënyrë kaq banale dhe të neveritshme, aq më tepër një njeri që së bashku me teatrin dhe familjen e tij kanë kontribuar për çështjen siç është çështja e Kosovës. Mos analizojmë pastaj, mos futemi me kulisat, me gjërat e tjera, të cilat politika shqiptare në këto 30 vjet kanë bërë me Serbinë, paqet apo ato prapaskenat që kanë bërë me çështjet e Kosovës, mos i hyjmë asaj historie. Kështu që thjesht në të diskursin publik. Po, dhe pse po e bën këtë pushteti në gjykimin tënd, pra pse po e çon këtu debatin në këtë rast? Para për të shmangur vëmendje nga ato që thuhet, pra ato që ai lexoi dje, pra merren me Dritanin për të shmangur
dhe në farë mënyrë kanë arritur të fokusohen dhe mediat tek Dritani, jo detyrimisht ato që ai tha në emër të atyre që i kanë shkruar apo i kanë hartuar etj. Dhe kjo loja pastaj me këto agjenturat Iran, ku dëgjon, Greqi, Itali, edhe Sorosi madje. Pra është pak lojë jo... Edhe vetëvendosje, edhe Albin Kurti, ke dhe atë brenda. Dhe shumë e çuditshme që si Irani, si Sorosi, si Grekët, si Serbët, si Albini janë mbledhur të gjithë për të komplotuar, për të rrëdzuar qeverinë Rama 4. Pra është një nonsens dhe sigurisht që ndoshta në zonat rurale edhe mund të pranohet një logjikë e tillë, por ata djemë dhe vajza që janë bulevard, që janë të rinj, që janë europian, që njohin telefonin dhe kompjuterin shumë më mirë se prindërit e tyre, qeshin me këto marrëzira sepse kuptojnë mjaft mirë që tek ata nuk ka ndikim kjo lloj, si thua, spini me qira fjala, na ka ardhur dhe një mik nga jashtë për të marrë me spinin. E kuptoj. Dikush sot me ironi, në fakt Auron thoshte si ka mundësi që Irani zëdhënësin e vet e ka bërë zëdhënës të protestës.